Pas humbjes së bashkëshortes gjatë lindjes, ai u hodh në prindërimin e 3 foshnjave me një diagnozë shkatëruese, paralizë cerebrale e rëndë. 11 kujdestare dështuan në shtëpinë e tij, derisa erdhi e 12-ta dhe, kundër të gjitha urdhrave, filloi të besonte. Dhe ishte atëherë kur ai pa fëmijët e tij për herë të parë në këmbë, duke sfiduar gjithçka që dukej e pamundur. Ardiani kaloi dorën nëpër flokë për të 10ën herë atë mëngjes, duke vështruar nga dritarja e zyrës së tij lëvizjen në bulevardin dëshmorët e kombit poshtë. Tirana gëlonte si gjithmonë, por brenda atij apartamenti në katin e fundit, heshtja ishte pothuajse mbytëse. 2 vjet. Ishin bërë 2 vjet që jeta e tij ishte përmbysur kokë e këmbë në një mënyrë që ai kur nuk e kishte imagjinuar të ishte e mundur. Gjithçka filloi kur Fiona, gruaja e tij, u përball me komplikacione të rënda gjatë lindjes së 3 njakëve. Mjekët arritën t'i shpëtonin fëmijët, por ajo u desh të shtrohej në spital në gjendje kritike. Muaj më vonë, kur më në fund u zgjua, dëmtimet neurologjike të shkaktuara nga mungesa e oksigjenit e lanë në një gjendje vegetative të përhershme. Ardiani e shihte veten të ndarë mes kujdesit për 3 foshnjat e parakohshme dhe kalimit të orëve të tëra në spital, duke i përshpëritur në vesh një gruaje që nuk e njihte më. Genti, Mikel dhe Rafael lindën vetëm në javën e 32. Të vegjël, të brisht, duke luftuar për çdo frymëmarrje brenda inkubatorëve. Por nuk ishte vetëm kaq. Ekzaminimet mjekësore sollën një tjetër goditje shkatëruese, të 3 djemtë kishin paralizë cerebrale të rëndë. Diagnoza ishte si një grusht në stomak. Neurologu, një burr me përvojë dhe i drejt për drejt, ja shpjegoi situatën pa e zbukuruar. Shanset për zhvillim motorik ishin minimale. Me gjast nuk do të arrinin kur të ecnin, ndoshta as të uleshin pa mbështetje. Ardiani e mbante mend në mënyrë perfekte atë ditë. Po mbante në duar 3 raportet mjekësore kur i ra telefoni. Ishte infermierja e spitalit që e njoftonte se Fiona kishte zhvilluar një infeksion të rëndë. Atij ju desh të zgjidhte mes qëndrimit me fëmijët ose vrapimit pranë gruas së tij. Zgjodhi Fionën dhe kur u kthye, Genti po kalonte konvulsione. Në atë moment, ndjeu se po i humbiste të gjithë për një herë. Muajt e parë ishin një betejë e vazhdueshme. Ardiani angazhoi specialistët më të mirë të Tiranës, bleu pajisje të importuara që kushtonin më shumë se një makinë e zakonshme, e shndërroi njërin nga dhomat në një terapi intensive të vërtet shtëpiake. Fizioterapi, terapi okupacionale, logopedi, stimulim i hershëm. Ishin më shumë se 15 profesionistë të ndryshëm që qarkullonin nëpër shtëpi gjatë javës. E megjithatë, djemtë dukeshin të bllokuar në trupat e tyre. Kujdestarja e parë quhej Teto Sanie. Një zonjë me përvojë, e rekomanduar nga agjencia më e mirë e qytetit. Zgjati 3 javë. Ardiani e kapi përmes sistemit të monitorimit duke fjetur ndërsa Rafaeli qante për më shumë se 1 orë. Kujdestarja e dytë ishte Patricia, një infermiere e re sapo e diplomuar. Problemi, ajo ishte thashe themegje dhe shpejt filloi t'u tregonte detaje nga jeta e djemve fqinjëve të pallatit. E treta, Sandra, dukej perfekte. Deri ditën kur Ardiani zbuloi se ajo po ushiste fotot e fëmijëve një faqe e interneti për personazhe të famshëm, duke shfrytëzuar kuriozitetin morbid të njerëzve për familjen. Njëra pas tjetrës, 11 kujdestare kaluan nëpër atë shtëpi. Disa ishin neglizhente, të tjera të pandershme, disa thjesht nuk kishin ndjeshmërinë e nevojshme për t'u marrë me fëmijë me nevoja të veçanta. Ardiani po humbiste besimin te njerëzimi me çdo pushim nga puna. Instaloi më shumë kamera, krijoi protokolle më të rrepta, bëri kontrata më të detajuara. Por asgjë nuk funksiononte. Mes vizitave në spital për të parë Fionën dhe rutinës raskapitse me djemtë, Ardiani u izolua nga bota. Miqtë e tij pushuan së telefonuati pasi ai refuzoi të gjitha ftesat për muaj me radhë. Vëllai i tij Petriti përpiqej të ndihmonte, por Ardiani nuk arrinte ta pranonte që dikush t'i shihte fëmijët në atë gjendje. Ndjente një përzierje të çuditshme, mbrojtjeje të tepruar dhe turpi. Turp që nuk arrinte të ishte babai që u duhej atyre. Turp që nuk dinte si t'i ndihmonte. Turp që ndonjëherë i shikonte dhe ndjente më shumë dëshpërim se sa dashuri. Apartamenti, që dikur ishte një shtëpi plot plane dhe ëndra, ishte kthyer në një fortesë të vëzhguar. Kamera në çdo dhomë, protokolle mjekësore të ngjitura në mure, një rutinë ushtarake që nuk linte hapësirë për spontanitet apo afeksion.
Ardiani kontrollonte gjithçka përmes sistemit të monitorimit të instaluar në zyrën e tij. Shihte çdo lëvizje, çdo procedurë, çdo moment të ditëve të fëmijëve të tij. Por, çuditërisht, ndjente se po largohej gjithnjë e më shumë prej tyre. Genti ishte më i shqetësuar nga të tre, gjithmonë duke u përpjekur të lëvizte edhe brenda kufizimeve të trupit të tij. Sytë e tij ngjyrë kafe shkëlqenin me një shqetësim që Ardiani nuk dinte ta interpretonte. Mikeli ishte më i qeti, pothuajse meditues, sikur të ishte gjithmonë duke vëzhguar gjithçka rreth tij me një durim që të bënte përshtypje për një fëmijë 2 vjeçar. Rafaeli kishte një buzëqeshje të ëmbël që shfaqej në momente të papritura, veçanërisht kur dëgjonte muzikë. Por Ardiani kishte pushuar së kërkuari për këto detaje. Ishte aq i fokusuar te raportet mjekësore, te ecuritë klinike dhe te protokollet e kujdesit sa harroi thjesht t'i vëzhgonte fëmijët e tij si fëmijë. Për të, Genti, Mikel dhe Rafael ishin bërë më shumë raste mjekësore se sa djem. Më shumë probleme për t'u zgjidhur se sa njerëz për t'u dashur. Kujdestarja e 12 u shfaq në një mëngjes me shi të marsit. Ardiani ishte në zyrë duke rishikuar faturat mjekësore kur ra zilja. Nga citofoni, një zë i qetë u prezantua, Marina Shkreli, 28 vjeç, e diplomuar në fizioterapi me specializim në zhvillimin e fëmijëve. Agjencia ja kishte dërguar CV-n e saj javën e kaluar, por Ardiani pothuajse nuk e kishte lexuar fare. Ishte i lodhur nga CV të perfekte që në praktik nuk do të thoshin asgjë. Kur zbriti për ta takuar në hollin e pallatit, Ardiani u befasua. Marina ishte ndryshe nga të tjerat. Nuk kishte atë tepri grimi apo rroba tërheqëse që disa kandidate vishnin, sikur të shkonin në një intervistë pune në bankë. Ishte veshur thjesht por me elegancë, me një çantë lëkure tashmë të vjetruar nga përdorimi dhe një shikim të drejtpërdrejtë që nuk shmangej kur ai bënte pyetje të vështira. Gjatë intervistës, Ardiani ishte i drejtpërdrejtë. I shpjegoi rregullat e shtëpisë, protokollet mjekësore, oraret e rrepta, nevojën për raporte të detajuara për çdo aktivitet të kryer me fëmijët. Marina dëgjonte në heshtje, duke mbajtur shënime në një blok të vogël. Kur ai mbaroi, ajo bëri vetëm një pyetje që e zuri në befasi: "A mund t'i takoj djemb?" Ardiani hezitoi. Normalisht, ai e tregonte dhomën e fëmijëve në fund, sikur të ishte një formalitet. Por diçka në mënyrën se si Marina e kishte pyetur e bëri të ndryshonte mendje. U ngjit me të në katin e 5 dhe hapi derën e dhomës së përshtatur. Genti, Mikel dhe Rafael ishin secili në karrigen e tij speciale, të pozicionuar në mënyrë që të kishin një pamje të mirë nga dritarja që shikonte nga një kopsht i vogël i brendshëm i pallatit. Kujdestarja zëvendësuese që po mbulonte turnin ishte ulur në divan, duke lëvizur në celular. Kur pa Ardianin, u ngrit shpejt dhe doli nga dhoma me një përshëndetje të nxituar. Marina hyri ngadalë, sikur të ishte duke vizituar një tempull. Nuk shkoi drejt te fëmijët, siç bënin shumica e kandidateve. Qëndroi disa sekonda në hyrje, duke vëzhguar ambientin, vendosjen e mobiljeve, ndriçimin. Pastaj ju afrua Gentit, i cili ishte më afër derës. "Përshëndetje, Genti," tha ajo, duke u ulur deri në nivelin e syve të djalit. "Unë jam Marina. Kam ardhur të të takoj ty dhe vëllezërit e tu." Ardiani e vëzhgoi skenën për herë të parë pa e filtruar gjithçka përmes protokolleve mjekësore. Genti e shikoi Marinën me një intensitet që ai nuk e kishte parë prej muajsh. Nuk ishte vetëm shikimi i vagull që mjekët e përshkruanin si mungesë e përgjigjes së vetëdijshme. Ishte kuriozitet. Ishte interes. Ishte, padyshim, një përgjigje. Marina kaloi disa minuta me secilin nga djemb, duke folur me zë të ulët, duke vëzhguar reagimet e tyre, duke u prekur butësisht duar. Nuk bëri asnjë vlerësim teknik, nuk komentoi për pajisjet apo kufizimet. Thjesht u prezantua para tyre sikur të ishin 3 fëmijë normal që po i takonte për herë të parë. Kur dolën nga dhoma, Ardiani ishte i përgatitur për një tjetër bisedë për pagën, oraret dhe përfitimet. Por Marina bëri një pyetje tjetër të papritur: "Sa kohë ka që nuk ke luajtur me ta?" Pyetja e zuri plotësisht në befasi. "Të luante?" "Si kështu, të luante?" Ata kishin paralizë cerebrale të rëndë, kishin nevojë për kujdes të vazhdueshëm mjekësor, fizioterapi ditore, ilaçe të kontrolluara. Ku hynte të luash në këtë ekuacion? Ata nuk mund të luajnë, u përgjigj Ardiani, duke ndjerë një nevojë të çuditshme për t'u justifikuar. Mjekët shpjeguan se kufizimet neurologjike
Të gjithë mund të luajnë, e ndërpreu Marina butësisht. Vetëm duhet të zbulojmë se si. Ardiani e shikoi sikur ajo të fliste një gjuhë të huaj. Për 2 vjet, të gjithë profesionistët që kishin kaluar aty kishin folur për stimulim, ushtrime, zhvillim motorik, mjekim. Askush nuk kishte përmendur kur argëtim, loj apo thjesht të shijojë një moment me fëmijët pa objektiva terapeutike. Mund të filloj nesër, tha Marina, sikur vendi i punës të ishte tashmë i saj. Por do të doja të sugjeroja disa ndryshime në rutinë. Ardiani ndjeu se mënyra e tij mbrojtëse u aktivizua automatikisht. Ndryshime do të thoshte rrezik. Rrezik do të thoshte zhgënjim. Dhe ai kishte pësuar mjaft zhgënjime për një jetë të tërë. Çfarë lloj ndryshimesh, pyeti ai, duke kryqëzuar krahët. Asgjë drastike, u përgjigj Marina. Ndoshta pak më shumë muzikë gjatë ushtrimeve. Disa aktivitete të ndryshme sensoriale. Dhe kryesisht, më shumë kohë thjesht duke qenë me ta. Pa presion, pa objektiva. Thjesht duke qenë. Ardiani kaloi pjesën tjetër të ditës duke menduar për atë bisedë. Marina kishte prekur diçka brenda tij që ishte në gjumë prej kohësh. Një pjesë që kujtonte se Genti, Mikel dhe Rafael nuk ishin vetëm pacient në shërim me sipër. Ishin fëmijët e tij. Dhe fëmijët kishin nevojë për më shumë se kujdes mjekësor. Kishin nevojë për dashuri, vëmendje, prani. Atë natë, si zakonisht, Ardiani kontrolloi kamerat e sigurisë para se të flinte. Ishte një zakon që e kishte zhvilluar për të siguruar se gjithçka ishte në rregull me djemt gjatë natës. Por këtë herë, në vend që thjesht të verifikonte se ishin të sigurt, qëndroi duke vëzhguar më gjallë. Genti lëvizte më shumë gjatë gjumit se sa mjekët kishin thënë se ishte e mundur. Mikeli dukej se ëndërronte me shprehje të vogla që ndryshonin në fytyrën e tij. Rafaeli merrte frym në mënyrë të qetë, pothuajse harmonike. Për herë të parë pas shumë kohësh, Ardiani nuk pa kufizime. Pa fëmijë që flinin. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na shikoni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Marina mbërriti ditën tjetër saktësisht në 7 të mëngjesit, duke mbajtur një çantë shpine prej pëllure me ngjyra që binte plotësisht në kontrast me seriozitetin e ambientit. Ardiani e priti në derën e apartamentit me një dosje plot dokumente, orare të detajuara, protokolle mjekësore, numra emergjence, raporte që duheshin plotësuar çdo 2 orë. Marina e mori dosjen, e shfletoi shpejt dhe e vendosi mbi komodinë e hyrjes. A mund ta lë këtë për më vonë? Pyeti me një buzëqeshje që Ardiani nuk dinte ta interpretonte si mos respekt apo thjesht natyrshmëri. Do të doja të përshëndesja djemtë së pari. Ardiani hezitoi. Të gjitha kujdestaret e tjera e fillonin ditën e parë duke studiuar me hollësi çdo protokoll, duke bërë pyetje për ilaçet, duke kontrolluar pajisjet. Marina duke i më e interesuar për mirë, për vetë fëmijët. Ishte e çuditshme, por në të njëjtën kohë kishte një farë kuptimi që ai nuk arrinte ta shpjegonte. Kur hyn në dhomën e përshtatur, Genti, Mikel dhe Rafael ishin të pozicionuar në karriget e tyre, si gjithmonë, secili i kthyer në një drejtim të ndryshëm për të shmangur zhvillimin e preferencave posturale që mund të përkeqësonin kufizimet motorike. Marina ndaloi në hyrje dhe rudhi lehtë vetullat. Ata qëndrojnë gjithmonë kështu? Secili duke parë në një anë, pyeti ajo. Është rekomandim i fizioterapistes, shpjegoi Ardiani, paksa mbrojtës. Për të stimuluar grupe të ndryshme muskuj të qafës dhe për të shmangur kontraktimet. Marina pohoi me kokë, por Ardiani vuri re se ajo nuk dukej e bindur. Pa thënë asgjë, ajo ju afrua karrigeve dhe filloi t'i rrotullonte butësisht derisa të 3 djemtë u pozicionuan në një gjysmë rreth, në mënyrë që të mund të shihnin njëri tjetrin. Çfarë po bën? Pyeti Ardiani, duke ndjerë atë ndjesinë e një orë të humbjes së kontrollit. Ata janë vëllezër, u përgjigj Marina thjesht. Vëllezërit duhet ta shohin njëri tjetrin. Ishte një logjik aq e qartë sa Ardiani u ndje budalla që nuk e kishte menduar më parë. Për 2 vjet ishte aq i fokusuar në nevojat mjekësore individuale të secilit fëmijë sa kishte harruar plotësisht nevojat emocionale që ata kishin me njëri tjetrin. Genti menjëherë e drejtoi shikimin nga Mikeli, i cili nga ana e tij dukej më vigjilent me praninë e vëllezërve në fushën e tij të shikimit. Rafaeli lëshoi një tingull të vogël, diçka mes një pëshërtime dhe një murmuritjeje që Ardiani nuk e kishte dëgjuar prej javësh.
Mirëmëngjes, dashuritë e mia, tha Marina, duke u gjunjëzuar në mes të gjysmërrethit. Unë jam Marina, dhe nga sot do të kalojmë shumë kohë bashkë. Si thoni të njihemi më mirë me njëri tjetrin? Ardiani vëzhgonte nga dera, gati për të ndërhyrë nëse ishte e nevojshme. Marina nxori nga çanta e saj me ngjyra disa objekte që ai nuk arriti të identifikonte menjëherë, pëlura me tekstura të ndryshme, një instrument i vogël muzikor që dukej si një kalimba, disa topa të butë me ngjyra të gjalla. Asnjë nga këto nuk ishte në listën e materialeve terapeutike të miratuara nga mjekët. Genti, tha Marina, duke ju afruar djalit që gjithmonë shfaqte më shumë shqetësim. Do të prek dorën, në rregull? Nëse nuk të pëlqen, ti më thuaj. Ardiani gati qeshi me situatën. Si mund të thoshte Genti diçka? Kufizimet neurologjike ishin të rënda, reagimet motorike pothuajse inekzistente. Por Marina fliste me të sikur po bisedonte me çdo fëmijë 2 vjeçar. Ajo preku butësisht dorën e Gentit me një pëlhur kadifeje. Djali nuk pati asnjë reagim të dukshëm në sekondat e para. Marina priti me durim, duke e mbajtur pëlhurën në kontakt me lëkurën e tij, duke folur me zë të ulët për teksturën, për sa e butë ishte, për sa e këndshme ishte për t'u prekur. Pa pritur, gishtat e Gentit u kontraktuan lehtë. Ishte një lëvizje pothuajse e padukshme, por Marina e vuri re menjëherë. Të pëlqeu, thiri ajo, me një gëzim të sinqert që bëri që zemra e Ardianit të rrite më shpejt. Dëshiron ta ndjesh përsëri? E përsëriti lëvizjen, dhe këtë herë reagimi i Gentit ishte më i qartë. Gishtat e tij u mbyllën rreth pëlhurës, duke e mbajtur për disa sekonda para se ta lëshonte. Ardiani ndjeu se i dridheshin këmbët. Në 2 vjet fizioterapi intensive, Genti nuk kishte shfaqur kur një reagim motorik vullnetar kaq të qartë. Marina kaloi te Mikeli, i cili vëzhgonte gjithçka me atë shprehje soditse që ishte karakteristike për të. Me të, ajo provoi tinguj të butë nga kalimba, melodi të vogla që kumbonin delikatësisht në përdhom. Mikeli ktheu lehtë kokën në drejtim të tingullit. Ishte një lëvizje delikate, por padyshim e qëllimshme. Me Rafaelin, Marina këndoi me zë të ulët një këngë që Ardiani nuk e njohu, diçka që dukej si një ninull moderne. Rafaeli jo vetëm që i mbajti sytë të fiksuar tek ajo gjatë gjithë këngës, por skicoi diçka që i ngjante shumë një buzëqeshjeje në fund. Ata janë të mrekullueshëm, tha Marina, duke u ngritur dhe duke ju drejtuar Ardianit. Plotësisht reagues, vetëm kanë nevojë për stimuj në mënyrën e duhur. Ardiani nuk dinte çfarë të përgjigjej. Në 45 minuta, Marina kishte arritur reagime që ai nuk i shihte prej muajsh. Por në të njëjtën kohë, një pjesë e tij i rezistonte atij optimizmi. Sa herë ishte mashtruar me përparime të vogla që më pas ishin zbuluar se ishin vetëm rastësi? Sa herë kishte krijuar shpresa që ishin shtypur nga ekzaminimet e ardhshme mjekësore? Janë vetëm reflekse të pavullnetshme, tha ai, më shumë për të bindur veten se sa për të diskredituar Marinën. Mjekët shpjeguan se kjo mund të ndodhë, por nuk do të thotë shërim i vetëdijshëm. Marina e shikoi në një mënyrë që nuk ishte konfrontuese, por as e nënshtruar. Ishte shpreha e dikujt që dinte diçka që ai ende nuk ishte gati ta pranonte. Më falni, por a mund të pyes kur ishte hera e fundit që u ulët në dysheme me ta? Pyeti ajo. Pyetja e goditi Ardianin si një gur. Ai u përpoq të kujtonte herën e fundit që kishte ndërvepruar fizikisht me fëmijët jashtë procedurave të nevojshme mjekësore. Herën e fundit që i kishte mbajtur në prehër pa qenë për t'i çuar nga një vend në tjetrin. Herën e fundit që thjesht kishte qëndruar aty, i pranishëm, pa kontrolluar simptoma apo mjekime. Nuk arriti të kujtonte asnjëherë. Unë kujdesem për ta çdo ditë, u përgjigj ai, duke e ditur se tingëllonte tepër mbrojtës. Mbikëqyr të gjitha trajtimet, të gjitha terapitë. Të mbikëqyrësh nuk është e njëjta gjë me të qenit i pranishëm, tha Marina butësisht. Dhe ata e ndjejnë ndryshimin. Pjesa tjetër e mëngjesit kaloi si një film surreal për Ardianin. Ai u vendos në zyrën e tij, me qëllim që të punonte normalisht ndërsa monitoronte përmes kamerave procedurat e para të Marinës. Por nuk arriti t'i hiqte syt nga ekranet. Marina e shndërroi rutinën e rrept mjekësore në diçka që dukej më shumë si lojë se sa trajtim. Gjatë ushtrimeve të fizioterapisë, ajo këndonte këngë që përputheshin me lëvizjet. Kur po stimulonte muskulaturën e duarve të djembe, përdorte objekte me tekstura të ndryshme, gjithmonë duke u shpjeguar atyre se çfarë po ndodhte, gjithmonë duke kërkuar leje para çdo prekjeje.
Mikeli, tani do të lëviz krahun tënd lart, thoshte ajo. Është për të forcuar muskujt e tu. Nëse të dhemb ose të bezdis, më thuaj, në rregull? Dhe më mbresë lënësja, Mikeli dukej se vërtet fliste. Jo me fjalë, sigurisht, por me ndryshime të vogla në frymëmarrje, ndryshime në tensionin muskulor, variacione në shprehjen e fytyrës që Marina i interpretonte si komunikim të sinqertë. Rreth orës 10 të mëngjesit, Ardiani kuptoi se kishte 2 orë rresht që po shikonte kamerat pa bërë absolutisht asgjë nga puna e tij. Më shqetësuese akoma, po i pëlqente ajo që shite. Marina kishte vënë një muzikë instrumentale të butë në ambient dhe po kryente atë që dukej si një seancë masazhi terapeutik me Gentin. Por në vend që të ndiqte protokollin mekanik që përdornin kujdestaret e tjera, ajo bisedonte me të gjatë gjithë procesit, duke i treguar histori për fëmijërinë e saj, për kohën që kishte kaluar duke studiuar për të punuar me fëmijë, për sa e lumtur ishte që e kishte takuar atë dhe vëllezërit e tij. Genti ishte dukshëm më i relaksuar. Frymëmarrja e tij ishte bërë më e thellë dhe e rregullt, muskujt që normalisht ishin të tensionuar për shkak të paralizës cerebrale dukeshin më të liruar. Në një moment të caktuar, Marina bëri një pauzë në masazh dhe thjesht vendosi dorën në gjoksin e Gentit, sikur të ishte duke ndjerë rrahjet e zemrës së tij. Zemra jote është e fortë, Genti, tha ajo. Një lloj si e babait tënd. Vëbas që do të bëhesh guximtar si ai kur të rritesh. Ardiani ndjeu një emocion të çuditshëm kur e dëgjoi këtë. Sa kohë kishte që nuk mendonte për fëmijët si fëmijë që do të rriteshin, do të kishin personalitet, do të zhvillonin karakteristikat të tyre? Në një moment gjatë 2 viteve të fundit, kishte pushuar së pari ata si njerëz në formim dhe kishte filluar t'i shihte vetëm si pacient në trajtim. Në orën e drekës, Marina bëri diçka që asnjë kujdestare e mëparshme nuk e kishte provuar, u ul në dysheme mes 3 karrigeve dhe hëngri sanduiçin e saj aty, duke biseduar me djemtë sikur të ishin miqtë e saj të shkollës. Sot kam sjell sanduiç me djath, tha ajo, duke u treguar ushqimin. Mamaja ime gjithmonë thoshte se djathi të bën të rritesh. A ju pëlqen djathi? Kur të rriteni më shumë, do t'ju sjell një copë të vogël për ta provuar. Ardiani vëzhgoi përmes ekranit se si Rafaeli reagoi ndaj fjalës djath. Sytë e tij u fiksuan te sanduiçi i Marinës dhe ai bëri një lëvizje me gojë, sikur të përpiqej të përtypte. Ishte një reagim që mjekët do të thoshin se ishte i pamundur, duke marrë parasysh shkallën e dëmtimit neurologjik. Por po ndodhte pikërisht aty në kohë reale, duke u kapur nga kamerat me definicion të lartë që ai kishte instaluar. Në orën 2 pasdite, Marina i ra citofonit të zyrës së Ardianit. Ai hapi derën duke pritur ndonjë problem, ndonjë ngjarje që kërkonte ndërhyrjen e tij. Në vend të kësaj, ajo po buzëqeshte. A mund të flas me ju 1 minutë? Pyeti ajo. Ardiani e ftoi të hynte, por Marina tundi kokën. Preferoj atje poshtë, nëse nuk ju bezdis. Në këndin e lojrave që është në katin përdes. Ardiani nuk e kuptonte pse do të ishte e nevojshme të dilnin nga apartamenti, por pranoi. Zbritën bashkë në heshtje. Këndi i lojrave i pallatit ishte i vogël, por i mirëmbajtur, me disa lodra me ngjyra dhe stola të shpërndara mes lulishteve. Marina u ul në një nga lisharset e fëmijëve, gjë që krijoi një imazh kurioz duke pasur parasysh se ajo ishte një e rritur e përgjegjshme. Doja të bisedoja për diçka që vura re sot, filloi ajo. Djemtë kanë më shumë aftësi se sa tregojnë raportet mjekësore. Ardiani ndjeu se mënyra e tij mbrojtëse u aktivizua përsëri. Marina, e di që ke qëllime të mira, por ekzaminimet janë shumë të qarta për kufizimet neurologjike. Nuk mund të krijojmë pritshmëri jo reale. Nuk po flas për pritshmëri jo reale, e ndërpreu ajo butësisht. Po flas për realitetet që po injorohen. Genti mund të kontrollojë lëvizjet e duarve kur është i relaksuar. Mikeli përpunon informacionin dëgjimor në një mënyrë shumë më të sofistikuar se sa pritej. Rafaeli ka koordinim oral që sugjeron mundësinë e komunikimit verbal në të ardhmen. Ardiani e shikoi sikur ajo të fliste për alien. Neurologët që i ndjekin janë disa nga më të mirët në vend, tha ai. Nëse do të kishte mundësi zhvillimi siç po sugjeroni ju. Neurologët shohin ekzaminime, tha Marina. Unë shoh fëmijë. Janë gjëra të ndryshme. Ajo u ngrit nga lisharsja dhe qëndroi para tij. A mund të bëj një propozim? Ardiani priti, dyshues. Më jep 2 javë të punoj sipas mënyrës sime.
pa protokolle të rrepta, pa kronometra, pa raporte çdo 2 orë. Vetëm unë, ata dhe shumë kohë për të zbuluar se çfarë janë në gjendje të bëjnë. Nëse nuk ka përparime të dukshme, do të kthehem të ndjek saktësisht protokollet që keni vendosur ju. Ishte një propozim i Joshës dhe i frikshëm në të njëjtën kohë. Ardiani kishte kaluar 2 vjet duke ndërtuar një strukturë sigurie të bazuar në kontrollin total. Të hiqte dorë nga kjo, qoftë edhe përkohësisht, dukej e rrezikshme. Por në të njëjtën kohë, reagimet që pa atë mëngjes ishin më inkurajuese se çdo gjë që kishte ndodhur në muajt e fundit. Po sikur diçka të shkoj keq, pyeti ai. Po sikur të lëndohen? Po sikur të kenë një krizë? Marina buzëqeshi në një mënyrë që ishte njëkohësisht amtare dhe profesionale. Ardian, a mund t'ju bëj një pyetje personale? Ai pohoi me kokë, megjithse nuk ishte plotësisht rehat me idenë. A keni frikë se ata mund të përmirësohen? Pyetja e zuri plotësisht në befasi. Frikë se mund të përmirësoheshin? Si mund të kishte frikë nga diçka që e dëshironte më shumë se çdo gjë në botë? Sigurisht që jo, u përgjigj automatikisht. Jeni i sigurt, këmbënguli Marina. Sepse ndonjëherë kur mësohemi me një situatë të vështirë, edhe pse është e dhimbshme, ndryshimet mund të duken më të frikshme se vetë vështirësia. Ardiani qëndroi në heshtje për disa minuta, duke përpunuar ato fjalë. A ishte e mundur që, pa vetdije, ai po sabotonte mundësitë e shërimit të fëmijëve nga frika se do të zhgënjej përsëri? A ishte e mundur që e gjithë ajo strukturë kontrolli ishte më shumë për të mbrojtur emocionet e tij se sa për të mbrojtur fëmijët? 2 javë, pyeti më në fund. 2 javë, konfirmoi Marina. Dhe do të dokumentosh gjithçka? Që unë të mund ta ndjek? Marina hezitoi për një moment. Do të dokumentoj përparimet. Por do të doja të kërkoja diçka në këmbim. Çfarë? Që të kaloni të paktën 1 orë në ditë ulur në dysheme me ta. Pa agjendë, pa objektiva terapeutike. Thjesht duke qenë baba. Ardiani shikoi në tokë, duke ndier një ny në fyt që nuk arrinte ta shpjegonte. Nuk di më si ta bëj këtë, pranoi me zë të ulët. Ata do të mësojnë, tha Marina. Fëmijët gjithmonë i mësojnë prindërit të jenë prindër. Kur u kthyen në apartament, Ardiani shkoi drejt në dhomën e fëmijëve. Marina i kishte lënë djemt të pozicionuar në gjysmë rreth, dhe ata dukeshin më vigjilent se zakonisht. Genti lëvizte lehtë gishtat, sikur të kujtonte ende teksturën e pëlhurës që kishte prekur në mëngjes. Mikeli e mbante kokën të kthyer në drejtimin nga ku Marina kishte luajtur kalimbën, sikur të priste të dëgjonte më shumë muzikë. Rafaeli kishte në buzë një mbetje të asaj buzëqeshjeje që Ardiani ishte pothuajse i sigurt se e kishte imagjinuar. Ai tërhoqi një karrige dhe ul para fëmijëve, duke mbajtur një distancë të caktuar sigurie. Marina vëzhgoi nga dera për disa sekonda, pastaj u largua në mënyrë diskrete. Përshëndetje, djema, tha Ardiani, duke u ndier plotësisht i parehatshëm. Është babi këtu. Genti ktheu fytyrën në drejtim të zërit të tij. Mikeli bëri të njëjtën gjë. Rafaeli nuk e ktheu kokën, por sytë e tij u fiksuan te babai me një intensitet që Ardiani nuk e mbante mend ta kishte parë më parë. Ai qëndroi aty për disa minuta, pa ditur saktësisht se çfarë të thoshte apo të bënte. Pastaj, pothuajse pa e kuptuar, filloi të fliste për ditën, për punën, për gjëra të vogla që normalisht nuk do t'i ndante me askën. Dhe kuptoi se të tre e dëgjonin me një vëmendje që ishte, padyshim, e vërtetë. Për herë të parë në 2 vjet, Ardiani kaloi 1 orë të tërë me fëmijët pa menduar për mjekësi, protokolle apo kufizime. Mendoi vetëm se sa shumë i kishte marrë malli për ta. Java e parë e 2 javëve të lira kaloi si një vorbull zbulimesh që e lan Ardianin plotësisht të çoroditur. Çdo ditë, kur kthehej nga zyra, gjente ndryshime të vogla në apartament që fillimisht e bezdisnin, por që më pas filluan të kishin kuptim në një mënyrë që ai nuk arrinte ta shpjegonte. Marina kishte riorganizuar të gjithë dhomën e fëmijëve. Karriget speciale vazhdonin të ishin aty, por tani ndanin hapësirën me jastëk me ngjyra të shpërndara nëpër dysheme, duke krijuar kënde të vogla ku ajo mund të ulej me djemt në pozicione të ndryshme. Kishte gjithashtu një aparat të vogël muzike që luante butësisht muzikë instrumentale gjatë gjithë ditës, dhe muret, dikur të dominuara nga kuadro me protokolle mjekësore, tani kishin vizatime fëmijësh të ngjitura me ngjitës. Ata i bën këto, pyeti Ardiani ditën e tretë, duke treguar me gisht shkaravina me ngjyra që qartësisht nuk mund të ishin bërë nga fëmijë me paralizë cerebrale të rëndë.
I bëm bashk, u përgjigj Marina duke buzëqeshur. Unë u ambaj shkumsin në dorë dhe vizatojmë. Gentit I pëlqen bluja, Mikeli preferon jeshilen dhe Rafaeli e adhuron të verdhën. Ardiani I shikoi vizatimet me skepticizëm. Ishin vetëm vija të paregullta, shkaravina pa formë të përcaktuar. Por kishte diçka tek ato që e preku në një mënyrë të papritur. Ishin veprat e para të artit që fëmijët e tij kishin krijuar. Edhe pse mendim, edhe pse ishin vetëm lëvizje të rastësishme, ishin të tyre. Transformimet më mbresëlënëse, megjithatë, ndodhnin gjatë momenteve që Ardiani vëzhgonte përmes kamerave. Marina kishte zhvilluar një rutinë plotësisht jo konvencionale që përziente ushtrime terapeutike me lojra që dukeshin të shpikura në çast. Një mëngjes, ai e pa të ulur në dysheme me Gentin në preher, duke u lëkundur butësisht nga njëra anë në tjetrën, ndërsa këndonte një këngë që dukej se po e kompozonte në çast. Genti, I cili normalisht tensionohej kur dikush e lëvizte, ishte plotësisht I relaksuar, me kokën mbështetur në shpatullën e saj. Më mbresëlënëse akoma, po bënte tinguj të vegjël vokal, sikur të përpiqej të ndiqte melodinë. Me Mikelin, Marina kishte zbuluar një pasion për teksturat. Ajo solli nga shtëpia vazo të vogla me materiale të ndryshme, rër të imët, pambuk, gur të vegjël të lëmuar, gjethe të thata, dhe kalonte periudha të gjata duke e lënë të prekte çdo teksturë ndërsa ajo përshkruante ndjesi. Mikeli jo vetëm që reagonte ndaj çdo materiali të ndryshëm, por dukej se zhvillonte preferenca të qarta. Kur ajo I afronte pambukun të duart, ai menjëherë relaksohej. Kur ishin gurët, bëhej më vigjilent. Rafaeli u zbulua të ishte një fëmijë muzikor. Marina zbuloi se ai përgjigjej në mënyra të ndryshme ndaj ritmeve të ndryshme dhe filloi ta përdorte këtë si një formë komunikimi. Rrahje të ngadalta dhe të buta e qetësonin kur ishte I shqetësuar. Ritmet më të shpejta e bënin më të vëmendshëm. Në disa momente, Ardiani mund të betojë se Rafaeli përpiqej të ndiqte ritmin me lëvizje të vogla të kokës. Por ndryshimi më domethënës po ndodhte me vet Ardianin. Ora ditore që premtoi se do të kalonte me fëmijët ishte shndërruar në momentin më të rëndësishëm të ditës së tij. Fillimisht I parehatshëm dhe I detyruar, kjo kohë gradualisht u bë e natyrshme dhe e nevojshme. Ditën e 5, ai arriti në shtëpi më herët se zakonisht dhe gjeti Marinën në kopshtin e brendshëm të pallatit me të 3 fëmijët. Ajo kishte arritur të çonte karriget speciale në hapësirën e vogël të gjelbër dhe djemt ishin pozicionuar nën hijen e një peme, duke vëzhguar lëvizjen e gjetheve në erë. Mendova se do të ishte mirë për ta të ndjenin ajrin e pastër, shpjegoi Marina kur pa shprehjen e shqetësimit në fytyrën e tij. Kontrollova temperaturën, shmanga ekspozimin e drejtpërdrejt në diell dhe isha e vëmendshme për çdo shenjë parehatie. Ardiani u afrua dhe vuri re diçka të jashtëzakonshme. Genti I kishte sytë të fiksuar të gjethet që lëviznin mbi ta, duke ndjekur lëvizjen me një interes që ai nuk e kishte shfaqur kurrë për stimujt vizual. Mikeli dukej se po dëgjonte tingujt e kopshtit, zogj, erë, zëra të largët të fëmijëve të tjerë që luanin. Rafaeli kishte shprehjen më të qetë që Ardiani kishte parë ndonjëherë, sikur të ishte duke medituar. Atyre u pëlqen të jenë këtu jashtë, vërejti Ardiani. Të gjithë fëmijëve u pëlqen, u përgjigj Marina. Nuk ka rëndësi çfarë kufizimesh kanë. Natyra I bën mirë të gjithëve. Atë pasdite, për herë të parë në 2 vjet, Ardiani anuloi një takim pune dhe qëndroi në kopsht me Marinën dhe fëmijët deri në perëndim të diellit. Nuk biseduan shumë, thjesht vëzhguan fëmijët duke reaguar ndaj ambientit. Ishte një nga pasditet më të qeta që ai mbante mend të kishte jetuar që kur kishin lindur. Në fund të javës së parë, Marina bëri një raport jo zyrtar të përparimeve. Nuk ishte lloji I dokumentit mjekësor plot terminologji teknike që Ardiani ishte mësuar të merrte. Ishte më shumë si një ditar amtar që përshkruante zbulimet e përditshme për personalitetin dhe aftësitë e secilit fëmijë. Genti është shumë vëzhgues, shkroi ajo. Ai vëren ndryshimet në ambient para vëllezërve dhe reagon I pari ndaj stimujve të rinj. Ka preferencë për aktivitetet që përfshin lëvizje të buta dhe muzikë më të shpejtë. Shfaq frustrime kur dëshiron të komunikojë diçka dhe nuk mundet, gjë që tregon vetdije të qartë për qëllimet e tij. Për Mikelin, është më soditësi nga të 3. Përpunon informacionin për më shumë kohë para se të reagojë, por reagimet e tij janë gjithmonë më të qëndrueshme. Ka kujtesë të shkëlqyer për sekuencat zanore dhe e njeh kur këngët ose aktivitetet përsëriten.
Duket se preferon ambiente më të qeta dhe stimulim më delikat. Dhe Rafaelin është emocionalisht shprehës në një mënyrë që të befason. Buzëqesh sinqerisht kur është i kënaqur dhe frymëmarrja e tij ndryshon qartë kur është i parehatshëm. Ka një ndjenjë natyrale muzikore dhe arrin të dallojë ritme komplekse. Është më shoqërori nga të tre, kërkon kontakt me sy dhe përgjigjet pozitivisht ndaj ndërveprimeve ballë për ballë. Ardiani e lexoi raportin 3 herë para se të arrinte të përpunonte plotësisht atë që ishte shkruar aty. Marina nuk po përshkruante pacient neurologjik me kufizime të rënda. Po përshkruante 3 fëmijë unik me personalitete të dallueshme dhe aftësi që ai nuk i kishte vënë re kurrë. Java e dytë solli zhvillime edhe më befasuese. Marina filloi të punonte me ushtrime që ajo i quante komunikim i qëllimshëm. Në vend që thjesht të stimulonte reflekset motorike, ajo krijonte situata ku fëmijët duhej të zgjidhnin mes opsioneve të ndryshme. Me Gentin, ajo mbante 2 objekte me tekstura të ndryshme, një në secilën dorë dhe ja afronte ngadalë. Cilin dëshiron të prekësh sot, Genti? Të butin apo të ashpërin? Genti jo vetëm që shikonte njërin nga objektet, por lëvizte lehtë kokën në drejtim të zgjedhjes së tij. Ishin lëvizje të vogla, pothuajse të padukshme për dikë që nuk dinte çfarë të kërkonte, por shumë të qëndrueshme për të qenë rastësi. Mikeli zhvilloi një sistem komunikimi përmes frymëmarrjes. Ai ndryshonte ritmin e frymëmarrjes në mënyra të ndryshme për të treguar po ose jo kur Marina bënte pyetje të thjeshta. Dëshiron të dëgjosh muzikë tani, Mikeli? Frymëmarrje e përshpejtuar do të thoshte po. Frymëmarrje e ngadalë dhe e thellë do të thoshte jo. Marina e testoi këtë disa herë duke bërë të njëjtat pyetje në momente të ndryshme dhe përgjigjet ishin të qëndrueshme. Rafaeli ishte ai që e befasoi më shumë Ardianin. Marina zbuloi se ai mund të imitonte tinguj të thjeshtë vokal. Nuk ishin fjalë, por ishin padyshim përpjekje për komunikim verbal. Kur ajo thoshte në mënyrë të zgjatur, Rafaeli përpiqej të riprodhonte tingullin. Kur ajo bënte me gojë të mbyllur, ai bënte të njëjtën gjë. Ishte rudimentare, por ishte komunikim i vërtetë. Ditën e 10 ndodhi diçka që ndryshoi plotësisht perspektivën e Ardianit për fëmijët. Ai po punonte në zyrë kur dëgjoi një zhurmë të çuditshme që vinte nga dhoma e fëmijëve. Nuk ishte një tingull emergjence, por ishte ndryshe nga çdo gjë që kishte dëgjuar ndonjëherë në atë ambient. Kur kontrolloi kamerat, pa një skenë që e la pa frymë. Marina nuk ishte në dhomë. Të 3 djemt ishin vetëm të pozicionuar në gjysmërrethin e zakonshëm, por Rafaeli po bënte tinguj vokal të vazhdueshëm, sikur të ishte duke thirrur kujdestaren. Genti përgjigjej duke lëvizur gishtat në mënyrë ritmike. Mikeli ndryshonte frymëmarrjen në një model që duke i koordinuar me tingujt e vëllait. Ata po komunikonin me njëri tjetrin. Ardiani zbriti me vrap në dhomë, duke arritur atje pothuajse në të njëjtin moment me Marinën, e cila kishte dalë shpejt për të marrë diçka në kuzhinë. E pe këtë, pyeti ai, duke treguar me gisht djemt që tani ishin të qetë, sikur të dinin se kishin audiencë. E shoh çdo ditë, u përgjigj Marina qetësisht. Ata e bëjnë këtë sa herë që mungoj për më shumë se disa minuta. Është sikur të kenë zhvilluar një formë të tyre për të qëndruar të lidhur. Ardiani i shikoi fëmijët me një ndjenjë të çuditshme, sikur po i njihte për herë të parë. Për 2 vjet kishte menduar për ta si 3 raste mjekësore individuale që ndanin të njëjtën gjendje. Kur nuk kishte menduar se ata mund të kishin zhvilluar një marrëdhënie mes tyre, një formë të tyre ndërveprimi që nuk varej nga aftësitë motorike konvencionale. Sa kohë ka që po ndodh kjo? Pyeti ai. Që nga dita e 3 që fillova të punoj me ta, u përgjigj Marina. Por është bërë më e sofistikuar çdo ditë. Dje e matja me kohë, ata mund të mbajnë një bisedë për gati 10 minuta rresht. Atë natë, Ardiani nuk arriti të flinte. Qëndroi në zyrë duke vëzhguar kamerat dhe duke u përpjekur të përpunonte gjithçka që kishte zbuluar në 2 javët e fundit. Besimet e tij për kufizimet e fëmijëve po shembeshin ditë pas dite dhe ai ndihej i humbur mes gëzimit të zbulimeve dhe fajit që kishte humbur kaq shumë kohë për të vënë re këto aftësi. Rreth orës 2 të mëngjesit vendosi t'i telefononte Dyrmalaj, neurologut që i ndiqte djemt që nga lindja. E dinte se ishte një orar i papërshtatshëm, por i duheshin përgjigje. Ardian, a ka ndodhur diçka me fëmijët? U përgjigj mjeku, qartësisht i shqetësuar nga një telefonat kaq e vonë.
Dërë, malaj, më falni për orën, por duhet të pyes diçka. A është e mundur që ekzaminimet neurologjike të kenë nënvlerësuar aftësitë e djemve? Pati një pauzë të gjatë para përgjigjes. Çfarë do të thuash me këtë? A ka pasur ndonjë ndryshim të rëndësishëm në gjendjen e tyre? Ardiani kaloi 20 minutat e ardhshme duke përshkruar gjithçka që kishte vërejtur në javët e fundit. Mjeku e dëgjonte në heshtje, duke bërë pak pyetje. Ardian, situatat që po përshkruan janë të pazakonta, tha Dërmalaj më në fund. Jo të pamundura, por shumë të rralla në rastet e paralizës cerebrale me shkallën e dëmtimit që tregojnë ekzaminimet e fëmijëve tuaj. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se ndoshta është koha të ribëjmë disa ekzaminime. Neuroplasticiteti i fëmijëve mund të jetë befasues, veçanërisht kur ka stimulim të përshtatshëm dhe të vazhdueshëm. Ardiani e mbylli telefonin me një ndjenjë të çuditshme, shprese dhe tmerri të përzier. Po sikur përparimet të ishin të vërteta? Po sikur fëmijët të kishin aftësi që ishin injoruar për 2 vjet? Si do të përballej ai me fajin që kishte humbur kaq shumë kohë? Por gjithashtu, po sikur të ishte gjithçka iluzion? Po sikur Marina të shihte gjëra që nuk ekzistonin, dhe ai të ishte duke u lënë të rrëmbehej nga një optimizëm që do të rezultonte vetëm në më shumë dhimbje? Mëngjesin tjetër vendosi të bisedonte sinqerisht me Marinën për dyshimet dhe frikërat e tij. E gjeti në kuzhinë duke përgatitur vitamina natyrale që kishte filluar t'u jepte fëmijëve, diçka që nuk ishte në asnjë protokoll mjekësor, por që djemt dukeshin se e adhuronin. Marina, duhet të bëj një pyetje të vështirë, filloi ai. Sigurisht, u përgjigj ajo, duke vazhduar të priste fruta. A je absolutisht e sigurt se përparimet që po vëren janë të vërteta? Nuk po vë në dyshim kompetencën tënde, por unë jam mashtruar kaq shumë për ta. Marina ndaloi së preri fruta dhe u kthye nga ai. Ardian, a mund të tregoj diçka? Ajo e çoi te dhoma e fëmijëve, ku djemt po zgjoheshin nga dremitja e mëngjesit. Marina u pozicionua në hyrje të dhomës dhe duartrokiti 2 herë. Menjëherë, Genti ktheu kokën në drejtim të tingullit. Mikeli ndryshoi frymëmarrjen. Rafaeli bëri një tingull të vogël vokal. Tani do të duartrokas 3 herë, tha ajo. Duartrokiti 3 herë. Reagimet ishin të ndryshme, Genti lëvizi lehtë gishtat, Mikeli e mbajti frymëmarrjen normale, Rafaeli bëri 2 tinguj vokal të njëpasnjëshëm. Ata e din ndryshimin mes 2 duartrokitjeve dhe 3 duartrokitjeve, shpjegoi Marina. Dhe përgjigjen në mënyrë specifike për secilën. Ky nuk është refleks i pavullnetshëm, Ardian. Ky është përpunim i vetëdijshëm i informacionit dhe përgjigje e qëllimshme. Ardiani qëndroi në heshtje, duke vëzhguar fëmijët që tani e shikonin sikur të dinin se po bëhej një demonstrim për të. Ekziston një mundësi që unë të jem gabim për gjithçka, tha Marina butësisht. Por ekziston gjithashtu mundësia që ata të jenë shumë më të aftë se sa ka imagjinuar kushto. Dhe nëse është kjo mundësia e dytë, ata meritojnë që ne të besojmë tek ata. Ardiani shikoi Gentin, Mikelin dhe Rafaelin, duke i parë ata vërtet për herë të parë pas shumë kohësh. Jo si kufizime mjekësore, jo si tragjedi familjare, por si fëmijët e tij. Fëmijë që, pavarësisht vështirësive të tyre, ishin unik, inteligjent dhe meritonin gjithë dashurinë dhe gjithë shpresën që ai mund të ofronte. Çfarë ke nevojë nga unë për të vazhduar punën? Pyeti ai. Marina buzëqeshi në një mënyrë që transformoi të gjithë ambientin. Vetëm që të vazhdosh të jesh baba i tyre. Ashtu siç ke qenë në këto 2 javë të fundit. Atë pasdite, Ardiani bëri diçka që nuk e kishte bërë që para lindjes së djemve, i telefonoi vëllait të tij Petritit dhe e ftoi të takonte nipërit e tij. Ishte koha që familja të fillonte të mblidhej përsëri. Ishte koha të besonte se fëmijët e tij ishin më shumë se kufizimet e tyre. Petriti mbërriti një të shtunë në mëngjes duke mbajtur një çantë me lodra që i kishte bler një ditë më parë, qartësisht pa ditur shumë mirë se çfarë do të ishte e përshtatshme për fëmijë me nevoja të veçanta. Ardiani e priti në derën e apartamentit me një përzierje ankthi dhe pritshmërie që nuk e ndjente prej kohësh. Ishin folur në telefon vetëm shkurtimisht në 2 vitet e fundit, gjithmonë biseda të shpejta dhe sipërfaqësore që shmangnin me kujdes temën e trenjakëve. Si je, vëlla? Pyeti Petriti, duke e përqafuar fort vëllain. Ardiani kuptoi se sa peshk kishte humbur, sa të gjera i rrinin rrobat, sa me siguri dukej më i vjetër se 42 vjeç sa ishte. Më mirë, u përgjigj Ardiani sinqerisht. Shumë më mirë se herën e fundit që u pam.
Petriti shikoi rreth e rrotull apartamentit duke vënë re ndryshimet delikate që Marina kishte zbatuar. Muret nuk kishin më vetëm kuadro mjekësore dhe protokolle. Kishte vizatime fëmijësh, disa bim në vazo me ngjyra dhe një ndjenjë të përgjithshme se aty jetonte një familje, jo një spital. Ku janë nipërit e mi? Pyeti Petriti, dhe Ardiani kuptoi se ishte hera e parë në 2 vjet që dikush u referoi djemve me këtë natyrshmëri familjare. Janë në dhomë me Marinën, shpjegoi Ardiani. Ajo është mirë, është shumë më tepër se një kujdestare. Ajo na shpëtoi. Kur arritën në dhomën e fëmijëve, gjetën një skenë që Ardiani ende po mësoi ta shihte si normale. Marina ishte ulur në dysheme në mes të gjysmërrethit të formuar nga karriget e djemve, duke i rënë një kitare të vogël që e kishte sjellë së fundmi. Genti rrihte gishtat në mbështetësen e karriges duke ndjekur ritmin e muzikës. Mikeli i mbante sytë mbyllur duke lëkundur lehtë kokën nga njëra anë në tjetrën. Rafaeli lëshonte tinguj të vegjël vokal që kombinoheshin çuditërisht mirë me melodin. O Zot, përshpëriti Petriti duke ndaluar në derë. Ata po bëjnë muzikë bashkë. Çdo mëngjes u përgjigj Ardiani me një krenari në zë që edhe vet u befasua kur e vuri re. Secili në mënyrën e tij, por po bëjnë muzikë bashkë. Marina ngriti sytë dhe u buzëqeshi 2 burrave, por vazhdoi të luante derisa mbaroi këngën. Kur tingujt e fundit u shuan, të 3 djemt shfaqën shenja të qarta se donin më shumë. Genti intensifikoi lëvizjet e gishtave, Mikeli hapi sytë dhe shikoi drejt te kitara, Rafaeli bëri një sekuencë tingujsh më urgjente. Po kërkojnë bis, shpjegoi Marina duke qeshur. Ndodh sa herë që ndaloj së luajturi. Petriti u afrua ngadalë, sikur të kishte frikë se mos prishte ndonjë magji. Ardiani vëzhgoi fytyrën e vëllait duke ndryshuar ndërsa ai vërtet i shikonte fëmijët. Nuk ishin foshnjat e palvizshme dhe jo reaguese që ai kishte parë shkurtimisht në spital 2 vjet më parë. Ishin djem vigjilent, interaktiv, secili me karakteristika të tija qartësisht të dukshme. A mund t'u prezantohem atyre? Pyeti Petriti, duke ju drejtuar Marinës. Sigurisht, u përgjigj ajo. Atyre u pëlqen të takojnë njerëz të rinj. Sidomos familjen. Petriti u gjunjëzua pranë Gentit së pari. Përshëndetje, Genti. Unë jam Xhaxhi Petriti, vëllai i babait tën. A mund të them se je fiks si ai kur ishte i vogël? Genti ktheu kokën në drejtim të Petritit dhe e vëzhgoi me një intensitet që ishte qartësisht vlerësues. Pas disa sekondash, lëvizi lehtë gishtat në drejtim të Xhaxhait, sikur të përpiqej ta arrinte. Po të përshëndet, shpjegoi Marina. Kështu bën ai kur i pëlqen dikush. Petriti shtriu dorën me kujdes dhe preku gishtat e Gentit. Djali nuk e tërhoqi dorën dhe Petriti ndjeu një shtrëngim të lehtë gishtash që e bëri të puliste syt disa herë për të përmbajtur emocionin. Përshëndetje, Mikel, tha Petriti duke kaluar te djali tjetër. Mikeli e vëzhgonte me atë shprehje soditëse karakteristike. Petriti qëndroi në heshtje për disa sekonda, thjesht duke mbajtur kontakt me sy. Pa pritur, Mikeli buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e vogël, pothuajse e ndrojtur, por padyshim e sinqertë. Po të miraton, tha Ardiani. Mikeli është më i rezervuar, i duhet pak kohë të hapet me njerëz të rinj. Me Rafaelin, ndërveprimi ishte menjëherë muzikor. Sa po Petriti u afrua, Rafaeli filloi të lëshonte tinguj vokal në një melodi që dukej e improvizuar. Petriti, i cili gjithmonë kishte pasur talent për muzikë, filloi të fishkëllente butësisht duke shoqëruar tingujt e Rafaelit. Djali u gjallërua dukshëm dhe intensifikoi këndimin e tij. Impresionuese, murmuriti Petriti duke u ngritur dhe duke parë Ardianin. Ata janë krejtësisht ndryshe nga sa prisja. Të gjithë jemi, u përgjigj Ardiani duke parë Marinën me mirënjohje. Gjatë mëngjesit, Petriti dëshmoi një sër mrekullisht të vogla që Ardiani po fillonte t'i konsideronte normale. Pa Gentin të bënte zgjedhje të qëllimshme mes lodrave të ndryshme që Marina i ofronte. Vëzhgoi Mikelin të njihte këngë specifike dhe të reagonte në mënyra të ndryshme ndaj secilës. Ndoqi Rafaelin duke u përpjekur të imitonte fjalë të thjeshta që Marina i përsëriste me durim. Por momenti më emocionues ndodhi kur Marina sugjeroi një aktivitet që ajo e kishte testuar prej disa ditësh, t'i vendoste të 3 djemt të ulur në dysheme, të mbështetur në jastëk, duke formuar një trekëndësh të vogël ku ata mund të preknin njëri tjetrin. Je e sigurt se mund të rinë ulur? Pyeti Petriti, i shqetësuar.
Me mbështetje, po, u përgjigj Marina. Dhe atyre u pëlqen shumë kur rrinë në këtë pozicion sepse mund ta shohin njëri tjetrin më mirë dhe madje edhe të preken. Me kujdes dhe shumë jastëk, Marina dhe Ardiani i pozicionuan të tre djemt të ulur në dy sheme. Genti qëndroi më drejt se dy të tjerët, por të gjithë arritën ta mbanin pozicionin me mbështetje. Dhe atëherë ndodhi diçka magjike. Rafaeli shtriu dorën dhe preku krahun e Mikelit. Mikeli, nga ana e tij, u kthye lehtë dhe mbështeti ballin në shpatullën e Gentit. Genti vendosi dorën mbi dorën e Rafaelit duke mbyllur një rreth kontakti fizik mes të treve. Ata e bëjnë këtë gjithmonë, shpjegoi Marina me zë të ulët. Është sikur të kenë nevojë të sigurohen se të tre janë aty, të lidhur. Petriti nuk arriti t'i përmbante lotët. Ardian, ata e duan njëri tjetrin. Mund ta shohësh që e duan njëri tjetrin. Ardiani ishte gjithashtu i emocionuar, por më shumë se kaq, ishte më në fund në paqe me një të vërtetë që ju desh 2 vjet për ta pranuar. Fëmijët e tij ishin të veçantë, por në kuptimin më të mirë të fjalës. Kishin kufizime, por kishin gjithashtu një lidhje emocionale dhe një aftësi për të dashur që ndoshta ishte më e zhvilluar se e shumicës së fëmijëve. Në mes të pasdites, Marina bëri një sugjerim që i befasoi të gjithë, si thoni të dalim për një shëtitje në park. Sot është një ditë e bukur dhe fëmijëve u pëlqen lëvizja. Ardiani ndjeu impulsin automatik për të thënë jo. Të dilte me të tre djemt? Po sikur të ndodhte ndonjë emergjencë? Po sikur njerëzit e tjerë t'i shikonin çuditshëm? Po sikur. Është një ide e shkëlqyer, tha Petriti, duke ndërprerë mendimet anksioze të vëllait. Sa kohë ka që nuk keni dalë të gjithë bashkë? Përgjigja e sinqertë ishte se nuk kishin dalë kurrë të gjithë bashkë. Që kur kishin lindur, djemt dilnin nga shtëpia vetëm për vizita mjekësore, gjithmonë në mënyrë të nxituar dhe stresuese. Kur për të shijuar thjesht një moment si familje. Marina tashmë e kishte menduar gjithçka. Ajo kishte një karrocë të 3 fish speciale që lejonte transportimin e të tre djemve në të njëjtën kohë, duke i mbajtur ata rehat dhe të sigurt. Organizoi një çantë me gjithçka që mund të ishte e nevojshme, duke përfshirë ilaçe emergjence dhe kontakte mjekësore. Parku më i afërt ishte vetëm 2 bloqe larg pallatit. Ishte parku i madh, një hapësirë e gjelbër e mirë mbajtur, me këndë lojrash, stola të shpërndara mes pemëve dhe një liçen të vogël. Kur arritën atje, Ardiani qëndroi i tensionuar dhe vigjilent, duke pritur shikime kurioze ose komente të papërshtatshme nga njerëzit e tjerë. Në vend të kësaj, ajo që gjetën ishte një pasdite normale në park. Disa familje me fëmijë të vegjël, çifte që shëtisnin, të moshuar që ushqenin rosat. Askush nuk u kushtoi vëmendje të veçantë trenjakëve apo nuk bëri pyetje ndërhyrëse. Marina pozicionoi karrocën e 3 fish në një pemë të madhe që bënte një hije të këndshme dhe menjëherë djemt shfaqen shenja se po e adhuronin ambientin. Genti shikonte i magjepsur fëmijët e tjerë që luanin në këndin e lojrave aty pranë. Mikeli duke i hipnotizuar nga lëvizja e gjetheve të pemës mbi ta. Rafaeli reagonte me tinguj vokal të gjallë sa herë që një zog fluturonte pranë. Po argëtohen, vërejti Petriti, ulur në një stol pranë karrocës. Është hera e dytë që dalim kështu, tha Marina. Herën e parë, ata u mbingarkuan pak me kaq shumë stimuj të rinj. Por sot janë super të qetë. Një vajzë rreth 5 vjeçe u afrua kurioze dhe ndaloi para trenjakëve. Pse rinë në një karrocë të tillë? Pyeti me sinqeritetin tipik të fëmijëve. Ardiani ndjeu se i shtrëngoi gjoksi, duke u përgatitur për një shpjegim të parehatshëm. Por Marina u përgjigj me natyrshmëri, sepse ata ende po mësojnë të ecin vetë. Kjo karrocë speciale i ndihmon të rinë ulur dhe të shohin gjithçka rreth e rrotull. Ah, tha vajza, sikur të ishte shpjegimi më normal në botë. Janë të bukur. Si quhen? Genti, Mikel dhe Rafael, u përgjigj Marina duke treguar se cilin me gisht. Përshëndetje, Genti, Mikel dhe Rafael, tha vajza duke u bërë me dorë. Unë jam Laura. Rafaeli reagoi menjëherë ndaj përshëndetjes, duke bërë tinguj vokal që ishin qartësisht një përpjekje për t'u përgjigjur. Laura qeshi, e kënaqur. Ai foli me mua. Sa bukur. Ndërveprimi i thjeshtë dhe i natyrshëm i vajzës e preku thellësisht Ardianin. Nuk kishte keqardhje, kuriozitet morbid apo parehati. Vetëm një fëmijë që takonte fëmijë të tjerë, secili në mënyrën e tij. Gjatë pasdites, njerëz të tjerë u afruan rastësisht.
Një zonjë e moshuar lavdëroi se si djemt ishin të mirë kujdesur dhe të lumtur. Një çift adoleshentësh pyetën nëse trenjakët ishin vëllezër sepse ishin shumë të ngjashëm. Çdo ndërveprim ishte i natyrshëm dhe pozitiv, shumë ndryshe nga sa kishte imagjinuar Ardiani. Kur dielli filloi të perëndonte, Marina sugjeroi të ktheheshin. Djemt ishin dukshëm të lodhur, por ishte një lodhje e kënaqur, si ajo e fëmijëve që kanë luajtur shumë gjatë ditës. Rrugës për në shtëpi, Petriti ecte pranë Ardianit ndërsa Marina shtynte karrocën e 3 fish para tyre. "Vëlla, duhet të them diçka," tha Petriti me zë të ulët. "Çfarë?" "Kur më telefonove javën e kaluar, mendova se kishe nevojë për ndihmë sepse nuk po e përballoje dot situatën. Erdha këtu i përgatitur për të dhënë mbështetje emocionale, ndoshta të ndihmoja me ndonjë vendim të vështirë." Ardiani priti që ai të vazhdonte. "Por ajo që shoh është një familje. Një familje ndryshe, me sfida unike, por padyshim një familje e lumtur. Djemt janë të mrekullueshëm, Marina është një engjëll, dhe ti. Ti duket se e ke gjetur vendin tënd si baba." "Nuk ka qenë gjithmonë kështu," pranoi Ardiani. "Për një kohë të gjatë, unë shija vetëm kufizimet e tyre. Shija vetëm gjithçka që nuk mund të bënin. Dhe tani?" Ardiani shikoi fëmijët në karrocë përpara, duke biseduar me tingujt dhe lëvizjet e tyre me Marinën, e cila përgjigjej sikur të kuptonte në mënyrë perfekte çdo fjalë. "Tani shoh gjithçka që ata mund të bëjnë. Dhe është shumë më tepër se sa imagjinoja." Kur arritën në shtëpi, djemt ishin të raskapitur por qartësisht të kënaqur. Marina i futi në banjë, një aktivitet që ishte shndërruar në një seancë lojrash ujore ditore, dhe pastaj i përgatiti për dremitjen e pasdites. Petriti qëndroi për darkë dhe gjatë vaktit bëri një pyetje që e zuri Ardianin në befasi. "Marina, a e ke ditur gjithmonë se do të arrije t'i ndihmoje djemt në këtë mënyrë?" Marina ndaloi së ngrëni dhe mendoi për disa sekonda para se të përgjigjej. "Nuk e dija," tha ajo sinqerisht. "Kur erdha për intervistë, dija vetëm se doja të punoja me fëmijë të veçantë. Por Genti, Mikel dhe Rafael më mësuan po aq sa I mësova unë atyre." "Si kështu?" pyeti Ardiani. "Ata më mësuan se çdo fëmijë është unik, edhe kur ka të njëjtën gjendje mjekësore si të tjerët. Më mësuan se dashuria dhe durimi mund të bëjnë mrekulli që mjekësia ndonjëherë nuk arrin t'i shpjegojë. Dhe kryesisht më mësuan se familja ka të bëjë me lidhjen, jo me perfeksionin." Petriti shikoi Ardianin në një mënyrë domethënëse. "Po ti, vëlla? Çfarë të mësuan ata?" Ardianit ju desh kohë të përgjigjej. Kishte kaq shumë që donte të thoshte, kaq shumë zbulime të muajve të fundit që ende po I përpunonte. "Më mësuan se isha gabim për pothuajse gjithçka," tha më në fund. "Gabim për ta, gabim për veten time si baba, gabim për atë se çfarë do të thotë të kesh një familje të lumtur." "Po Marina?" pyeti Petriti, duke buzëqeshur. "Çfarë të mësoj ajo?" Ardiani shikoi Marinën, e cila u skuq lehtë nga vëmendja e drejtuar tek ajo. "Marina më mësoi se të besosh të dikush mund t'ia transformoj fjalë për fjalë jetën atij personi. Ajo besoi te djemt kur unë tashmë kisha hequr dorë. Besoi tek unë si baba kur mendoja se kisha dështuar plotësisht." Marina buzëqeshi me ndrojtje. "Ju e bëtë të lehtë. Është e pamundur të mos besosh tek ata kur sheh forcën që kanë." Petriti qëndroi në heshtje për disa minuta, qartësisht duke përpunuar gjithçka që kishte parë dhe dëgjuar atë ditë. "A mund t'ju bëj një pyetje personale të dyve?" tha më në fund. Ardiani dhe Marina pranuan, megjithse të dy dukeshin paksa të shqetësuar. "Ju e kuptoni që jeni shumë më tepër se punëdhënës dhe punonjëse, apo jo?" Pyetja e la ambientin të tensionuar për disa sekonda. Ardiani dhe Marina u pan shpejt me njëri tjetrin, pastaj shmangën shikimet. "Ju kujdeseni për këtë shtëpi si një familje," vazhdoi Petriti. "Marina nuk I trajton djemt si pacient, I trajton si fëmijë. Ardian, ti nuk flet për Marinën si një kujdestare të punësuar, flet për të si mirë, si dikush shumë të rëndësishëm në jetën tënde." Ardiani ndjeu se zemra I rrite më shpejt. Ishte e vërtet që Marina ishte bërë shumë më tepër se një punonjëse. Ishte e vërtet që ai mendonte për të si pjesë themelore të familjes. Por kur nuk ishte ndalur për të analizuar me vetdije se çfarë do të thoshte kjo. "Djemt ju duan të dyve bashk," vërejti Petriti butësisht. "Është e dukshme se si reagojnë ndryshe kur jeni në të njëjtin ambient.
si kur të ndihen më të sigurt, më të lumtur. Ardiani shikoi Marinën, e cila ishte qartësisht e prekur por edhe e hutuar nga rrjedha e bisedës. Petrit, nuk e di nëse është e përshtatshme të flasim për këtë, filloi Ardiani. Sigurisht që është e përshtatshme, e ndërpreu vëllai. Ti kalove 2 vjet duke vuajtur vetëm, duke menduar se nuk e meritoje të ishe i lumtur sepse fëmijët kishin kufizime. Marina u shfaq dhe solli gëzim në këtë shtëpi. Nëse ju pëlqeni njëri tjetrin, nëse formoni një familje të bukur bashk, pse do të ishte gabim kjo? Fjalët e Petritit i bën jehon në kokën e Ardianit për pjesën tjetër të mbrëmjes. Pasi vëllai u largua, ai mbeti vetëm me Marinën duke mbaruar rregullimin e kuzhinës, të dy duke shmangur me kujdes temën që ishte ngritur. Por kur shkuan të uronin natën e mirë djembe, gjetën Gentin, Mikelin dhe Rafaelin duke fjetur në një mënyrë që Ardiani nuk e kishte parë kur më parë. Në vend që secili të ishte kthyer në një anë të ndryshme, si gjithmonë, të tre i kishin kokat të kthyera nga njëri tjetri, sikur të kishin rënë në gjumë duke biseduar. Po ndërojnë bashk, pëshpëriti Marina. Ardiani shikoi skenën dhe pastaj Marinën, duke e parë atë vërtet për herë të parë. Jo si kujdestaren e fëmijëve të tij, por si gruan që e kishte shndërruar shtëpinë e tij në një vatër. Gruan që i kishte mësuar fëmijët e tij të ishin të lumtur. Gruan që e kishte mësuar atë vetë të ishte baba. Dhe për herë të parë në 2 vjet, Ardiani i lejoi vetes të mendonte se ndoshta e meritonte të ishte i lumtur edhe ai. 3 javë pas vizitës së Petritit, Ardiani u zgjua nga një tingull që e bëri të hidhej nga krevati. Nuk ishte një tingull emergjence, por ishte ndryshe nga çdo gjë që kishte dëgjuar ndonjëherë në atë shtëpi. Dukej si e qeshur fëmijë. Vrapoi në dhomën e djembe dhe gjeti një skenë që do ta bënte ta kujtonte atë moment për gjithë jetën. Marina ishte ulur në 2 sheme dhe Genti kishte arritur të pozicionohej barkas vet, duke mbështetur peshën e trupit të tij mbi krah. Mikeli ishte ulur pa mbështetje për herë të parë, duke u lëkundur lehtë por duke mbajtur ekuilibrin. Dhe Rafaeli po lëshonte tinguj që ishin pa më dyshje të qeshura, duke reaguar ndaj një loje ku kafshethi që Marina bënte me një leckë me ngjyra. Si arritën, filloi Ardiani, por pyetja i vdiq në buzë kur Genti e shikoi dhe me qëllim shtriu njërin nga krahët në drejtim të babait, duke mbajtur ekuilibrin me krahun tjetër. Babi, tha Marina butësisht, mendoj se Genti dëshiron që ti të vish të luash me ne. Ardiani u gjunjëzua ngadalë dhe shtriu dorën drejt Gentit. Djali bëri një lëvizje që dukej si një përpjekje për t'u zvarritur, duke zhvendosur peshën e trupit për t'u afruar disa centimetra me baban. Ishin pak centimetra, por përfaqësonin një revolucion të plot në mundësitë e lëvizjes që mjekët kishin përshkruar. O Zot, Genti, pëshpëriti Ardiani, duke e marrë djalin në krah. Genti mbështeti kokën në shpatullën e tij në një mënyrë që ishte qartësisht e qëllimshme, një gjest afeksioni i vetëdijshëm. Mikeli, i cili vëzhgonte skenën me atë shprehje soditse karakteristike, pa pritur foli. Nuk ishin fjalë të qarta, por ishin rrokje të organizuara që tingëllonin si ba. Ishte hera e parë që ndonjëri nga 3 djemt përpiqej të artikulonte diçka të ngjashme me një fjalë. Rafaeli, duke mos dashur të mbetej prapa, intensifikoi të qeshurat e tij dhe filloi të lëkunte trupin para dhe prapa, sikur të ishte duke kërcyer. Dhe pastaj, çuditërisht, arriti të kthehej vetë në pozicionin ulur, duke rrotulluar trupin për të qëndruar përballë babait dhe vëllezërve. Marina vëzhgonte gjithçka me lot në sy, por ishin lot gëzimi të pastër. Po t'i tregojnë të gjitha për një herë, tha ajo. Sikur ta dinin se sot është një ditë e veçantë. Pse do të ishte një ditë e veçantë, pyeti Ardiani, ende duke përpunuar përparimet e jashtëzakonshme që po dëshmonte. Marina u skuq lehtë dhe shmangu shikimin. Sepse sot bëhen saktësisht 3 muaj që kam filluar të punoj këtu, u përgjigj ajo. Dhe sepse mirë, sepse prej disa javësh kam menduar për diçka që doja të bisedoja me ty, Ardiani ndjeu se zemra i rrite më shpejt. Në javët e fundit që nga biseda me Petritin, edhe ai kishte menduar për shumë gjëra që duhej t'i thoshte Marinës. Por gjithmonë gjente justifikime për ta shtyrë atë bisedë. Për çfarë doje të bisedoje, pyeti ai, duke u përpjekur ta mbante zërin normal. Marina mori frym thellë, qartësisht nervoze. Ardian, unë jam lidhur me këtë familje në një mënyrë që ndoshta nuk është profesionale. Genti, Mikel dhe Rafael nuk janë vetëm puna ime. Janë. Ajo ndaloi, duke kërkuar fjalët e duhura.
Janë pjesë e jetës sime. Dhe ti gjithashtu. Ardiani e vendosi Gentin me kujdes përsëri në dysheme mes vëllezërve dhe ju afrua Marinës. Marina, edhe unë duhet të them diçka. Së pari më lër të mbaroj, tha ajo shpejt, sikur të duhej të thoshte gjithçka para se të humbiste guximin. E di që mund të jetë e komplikuar, që mund të ndryshoj dinamikën tonë të punës, por nuk mund të shtirem më se ndjenjat e mia janë vetëm profesionale. Unë e dua këtë familje. I dua djemtë sikur të ishin fëmijët e mi. Dhe unë rash në dashuri me ty, heshtja që pasoi zgjati vetëm disa sekonda, por u duk si një përjetësi për të dy. Ardiani shikoi Marinën, atë grua që kishte ardhur në jetën e tij si një engjëll shpëtimtar dhe ishte bërë shumë më tepër se kaq. Marina, tha ai më në fund, ti shpëtove më shumë se djemë. Më shpëtove edhe mua. Ai ju afrua më shumë asaj, e cila ishte ende ulur në dysheme mes fëmijëve. Për 2 vjet mendoja se nuk e meritoja të isha i lumtur. Mendoja se roli im ishte vetëm të vuaja dhe të kujdesesha. Ti më mësove se mund të jem baba dhe ende të jem burr. Se mund të kujdesem për djemt dhe ende të kem një jetë. Se mund t'i dua ata dhe ende të kem hapësirë në zemër për të dashur dikë tjetër. Marina e shikoi me shpresë dhe frikë të përzier. Po thua që? Po them se edhe unë rash në dashuri me ty, u përgjigj Ardiani, duke u gjunjëzuar pranë saj. Dhe se, nëse ti dëshiron, do të doja që ti të bëheshe pjesë e kësaj familjeje jo si punonjëse, por si partnere. Si nëna e djemve. Si partnerja ime. Lotët që Marina po i mbante më në fund ranë, por ishin lot gëzimi. Ardiani ja fshiu butësisht fytyrën dhe, për herë të parë, e puthi. Ishte një puthje e butë, plot kujdes dhe premtime. Dhe kur u ndan, gjetën Gentin, Mikelin dhe Rafaelin duke i vëzhguar me vëmendje të plot, sikur të dinin saktësisht se çfarë po ndodhte dhe ta miratonin plotësisht. Mendoj se u pëlqeu, tha Marina, duke qeshur mes lotësh. Ata të duan, e korrigjoi Ardiani. Ashtu si unë. Atë pasdite vendosën të bënin diçka simbolike, hoqën të gjitha kamerat e sigurisë nga dhoma e fëmijëve. Ardiani kuptoi se nuk kishte më nevojë të monitoronte çdo lëvizje nga frika. I besonte Marinës plotësisht dhe më e rëndësishmja, u besonte fëmijëve të tij. Nuk do të na duen më këto, tha ai, duke shkëputur kamerën e fundit. Kjo nuk është më një shtëpi vëzhgimi. Është një vatër. Në javët që pasuan, përparimet e fëmijëve u përshpejtuan në mënyrë mbreslënëse. Genti arriti të bënte hapat e parë i mbështetur, duke ecur nga njëra karriget e tjetra me Marinën dhe Ardianin që e inkurajonin. Mikeli filloi të belbëzonte rroke që qartësisht përpiqeshin të formonin fjalë, veçanërisht mama kur donte diçka nga Marina dhe baba kur donte vëmendjen e Ardianit. Rafaeli zhvilloi një formë të tillë të këndimit, duke lëshuar melodi që shoqëronin këngët që dëgjonte. Dërmalaj, kur erdhi për një vlerësim rutin, mbeti sinqerisht i shokuar me atë që gjeti. Ardian, duhet të jemi sinqert me ty, tha neurologu. Ajo që po shoh këtu kundërshton gjithçka që tregonin ekzaminimet fillestare. Aftësitë kognitive dhe motorike që fëmijët po demonstrojnë sugjerojnë se diagnoza fillestare mund të ketë qenë mirë, mund të ketë qenë e gabuar. E gabuar si? Pyeti Ardiani. Është e mundur që ajo që ne interpretuam si paralizë cerebrale të rëndë të ishte në të vërtetë një zhvillim neurologjik i vonuar i shkaktuar nga lindja e parakohshme. Me stimulim të përshtatshëm, shumë fëmijë arrin të rikuperojnë plotësisht këto mangësi. Ardiani shikoi Marinën, e cila buzëqeshi në një mënyrë që thoshte e kam ditur gjithmonë. Çfarë do të thotë kjo për të ardhmen e tyre? Pyeti ai. Do të thotë se, duke vazhduar me llojin e terapisë dhe stimulimit që po ofroni, ka një shans real që ata të kenë një zhvillim plotësisht normal. Ndoshta pak më të ngadalë se fëmijët e tjerë fillimisht, por normal. Atë natë, pasi fëmijët fjetën, Ardiani dhe Marina u ulën bashkë në divanin e dhomës së ndenjes, duke përpunuar fjalët e mjekut. Ti e ke ditur gjithmonë, apo jo? Pyeti Ardiani. Nuk e dija, u përgjigj Marina sinqerisht. Por gjithmonë kam besuar. Kam besuar tek ata, kam besuar në aftësinë e rikuperimit që kanë të gjithë fëmijët kur marrin dashuri të mjaftueshme. Ardiani i mbajti dorën. Marina, dua të bëj një pyetje zyrtare. Çfarë pyetje? Ardiani u ngrit dhe, për habin totale të Marinës, u gjunjëzua para saj me një kuti të vogël kadifeje në duar. Nga e more këtë? Pyeti ajo, e shokuar.
E bleva javën e kaluar, pranoi Ardiani. Po prisja momentin e duhur. Ai hapi kutin duke zbuluar një unas të thjesht por elegante. Marina shkreli, a dëshiron të martohesh me mua? A dëshiron të jesh nëna e fëmijëve të mi zyrtarisht? A dëshiron të formosh një familje të vërtet me mua? Marina shikoi unazën, Ardianin të gjunjëzuar para saj dhe dhomën që ishte bërë shtëpia e saj në muajt e fundit. Po, tha ajo, pa hezitim. Sigurisht që po. Kur Ardiani i vendosi unazën në gisht, dëgjuan një tingull që vinte nga dhoma e fëmijëve. Nuk ishte e qartë apo parehati. Ishin tingujt e bisedës që Genti, Mikel dhe Rafael bënin mes tyre, sikur të ishin duke komentuar ngjarjet e ditës. Tu tregojmë atyre, sugjeroi Marina. Shkuan bashkë në dhomën e fëmijëve, ku gjetën të 3 djemë zgjuar, secili në karrigen e tij, por qartësisht vigjilent dhe të interesuar për atë që po ndodhte. Genti, Mikel, Rafael, tha Ardiani, duke u ulur në dysheme mes tyre me Marinën. Marina do të qëndrojë me ne për gjithmonë tani. Ajo do të jetë familja jonë e vërtetë. Genti reagoi menjëherë duke shtrirë krahët në drejtim të Marinës sikur të donte një përqafim. Mikeli buzëqeshi në atë mënyrën soditse dhe lëshoi tingujt që tingëllonin si miratim. Rafaeli filloi të këndonte një nga meloditë e tij më të gëzueshme. Mendoj se u pëlqeu lajmi, tha Marina, duke përqafuar Gentin dhe duke shtrirë duart e tjera për të prekur Mikelin dhe Rafaelin në të njëjtën kohë. Sigurisht që u pëlqeu, u përgjigj Ardiani. Ata e dinin shumë kohë para nesh. 6 muaj më vonë, shtëpia ishte plot me njerëz për një festë që celebronte arritje të shumta. Ishte përvjetori i parë i Gentit që ecte vetëm, përvjetori i parë i fjalëve të para të qarta të Mikelit, mama Marina dhe baba, dhe kënga e parë e plot që Rafaeli kishte arritur të këndonte bashkë me Marinën. Petriti ishte aty, bashkë me disa kushërinj që Ardiani i kishte rigjetur pas vitesh izolimi. Dërë. Malaj gjithashtu erdhi, duke sjellë raporte mjekësore që konfirmonin zyrtarisht zhvillimin normal të fëmijëve. Dhe Marina kishte ftuar familjen e saj, e cila i përqafoi Ardianin dhe djemt sikur t'i njihte prej vitesh. Por momenti më i veçantë i festës ndodhi kur Marina u ngrit për të bërë një dolli. Dua të falenderoj të gjithë njerëzit që janë këtu, filloi ajo, por kryesisht dua të falenderoj 3 djemt që më mësuan se mrekullit ndodhin çdo ditë, për ata që kanë sy për të parë. Genti, i cili tani ecte me siguri, ju afrua dhe i kapi fundin. Mikeli, i cili ishte bërë një fëmijë llafazan, tha qartë, faleminderit, mama. Rafaeli filloi të këndonte me zë të ulët një këngë që e kishte kompozuar për rastin. Genti, Mikel dhe Rafael, vazhdoi Marina, me zërin e mbushur me emocion, ju më mësuat se familja nuk ka të bëjë me perfeksionin. Ka të bëjë me dashurinë, durimin dhe besimin te njëri tjetri. Ju më mësuat se të gjithë meritojnë dikë që sheh më të mirën tek ata, edhe kur ata vetë nuk arrin ta shohin. Ajo shikoi Ardianin, i cili ishte pranë saj me sy të lagur. Dhe ju më dhatë dhuratën më të madhe të jetës sime, mundësinë të jem nëna juaj dhe gruaja e burrit më guximtar që njoh. Festa vazhdoi deri vonë me muzikë, të qeshura dhe gëzimin e një familjeje që kishte gjetur rrugën e saj drejt lumturisë. Kur të gjithë u larguan dhe fëmijët më në fund fjetën, Ardiani dhe Marina mbetën vetëm në dhomën e ndenjes, duke vëzhguar fotot e festës të shpërndara mbi tavolinën e kafes. A mund ta besosh se si ka ndryshuar jeta jonë? Pyeti Ardiani. A mund ta besosh se 2 vjet më parë mendoje se nuk do të ishe kur më i lumtur? Ja ktheu Marina. Ardiani qeshi, duke e tërhequr më afër në divan. E di çfarë më bën më shumë përshtypje? Tha ai. Djemt jo vetëm që u shëruan. Ata u bën fëmijë të jashtëzakonshëm. Më empatik, më të lidhur me njëri tjetrin, më të dashur se shumica e fëmijëve të moshës së tyre. Ndoshta sepse u përballën me sfida që të vegjël, reflektoi Marina. Kjo i mësoi të vlerësojnë çdo arritje të vogël, çdo moment lidhjeje. Ose ndoshta, tha Ardiani, duke i puthur ballin, është sepse të patën ty si nën. Atë natë, para se të flinin, shkuan t'u hidhnin një sy të fundit djemve. Genti, Mikel dhe Rafael flinin të qetë, secili në krevatin e tij, i kishin braktisur karriget speciale muaj më parë, por me krevatet të pozicionuara në mënyrë që të mund të shihnin njëri tjetrin. Në tavolinën pranë krevateve ishin disa vizatime që fëmijët i kishin bërë gjatë ditës. Nuk ishin më shkaravina të rastësishme. Ishin vizatime të dallueshme,
një shtëpi me 4 njerëz përpara, 2 të rritur dhe 3 fëmijë, një diell i ndritshëm në qiell dhe shumë lule me ngjyra në kopsht. Ishte familja që ishin bërë. Ishte jeta që kishin ndërtuar bashkë. Ishte prova se, me dashuri të mjaftueshme, durim të mjaftueshëm dhe besim të mjaftueshëm, çdo familje mund të gjejë formën e saj unike për të qenë e lumtur. Ardiani shikoi Marinën, fëmijët që flinin paqësisht dhe shtëpinë që ishte shndërruar në një vatër të vërtetë. Faleminderit, përshpëriti ai. Pse, pyeti Marina. Që besove tek ne kur ne vetë nuk mundeshim. Marina buzëqeshi, i mori dorën dhe ia puthi butësisht. Faleminderit ty, u përgjigj ajo, që më le të jem pjesë e familjes më të bukur në botë. Ata qëndruan aty për disa minuta të tjera, vetëm duke vëzhguar fëmijët e tyre të flinin dhe duke ndjer paqen e thellë të atij që e di se ka gjetur vendin e tij në botë. 2 vjet e gjysmë pas atij mëngjesi të vështirë kur Marina mbërriti për herë të parë, jeta ishte transformuar plotësisht. Genti ndiqte një shkollë të rregullt, duke u dalluar në matematikë dhe duke demonstruar një leadership natyral mes shokëve. Mikeli kishte zbuluar një pasion për librat dhe arrinte të lexonte histori të tëra vetë. Rafaeli i binte pianos dhe kompozonte melodi të vogla që familja adhuronte t'i dëgjonte. Ardiani u kthye të punonte normalisht, por tani me prioritete krejtësisht të ndryshme. Marina hapi një klinikë të vogël të specializuar në zhvillimin e fëmijëve, duke ndihmuar familje të tjera që kalonin sfida të ngjashme me ato që kishin përballuar ata. Dhe çdo natë, para se të flinin, 5 anëtarët e asaj familjeje mblidheshin në dhomën e ndenjes për atë që e quanin në momenti i mirënjohjes, secili fliste për diçka të mirë që kishte ndodhur atë ditë. Ishte një familje që kishte mësuar se lumturia nuk vjen nga mungesa e vështirësive, por nga mënyra se si zgjedhim t'i përballojmë këto vështirësi bashkë. Ishte një familje që kishte zbuluar se dashuria e vërtetë nuk sheh kufizime, vetëm mundësi. Ishte një familje që dëshmonte çdo ditë se mrekullitë ndodhin kur dikush vendos të besojë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që udhëtimi i Ardianit, Marinës, Gentit, Mikelit dhe Rafaelit të ketë prekur thellë zemrat tuaja. Nëse jeni emocionuar me këtë histori të kalimi, dashurie dhe familjeje, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanalin ton dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë. Besojmë se histori si kjo na kujtojnë forcën transformuese të dashurisë dhe rëndësinë e të mos hequrit dorë kur nga ata që duam. Çdo ditë, ne sjellim rrëfime emocionuese që celebrojnë anën më të bukur të përvojës njerëzore. Ju presim në episodin e ardhshëm, ku një histori e re shprese dhe transformimi po ju pret.